Shërbimi i zjarfikës në Vlorë në gatishmëri gjatë gjithë vitit, por kryesisht në këto ditë kur Vlora është prekur nga moti i përkeqësuar dhe priten ende reshje intensive. Luan Kapaj, shefi i shërbimit zjarfikës në Vlorë, konfirmon se jo vetëm në këtë periudhë, por gjatë gjithë vitit zjarfikësia është në gatishmëri, por kryesisht në ditë kur me vëmendje mbetet shpëtimi i jetës dhe pronës për shkak të përkeqësimit të motit. Po shërbimi i zjarfikës jo vetëm në këtë periudhë, por gjatë gjithë vitit ka një plan masash që e ndan muaj për muaj, 3 muajor dhe vjeçar. Në këtë periudhë ne jemi në periudhën që merren një plan masash për periudhën e sezonit vjesht-dimër, në mënyrë që të përballohen çdo lloj situate që ndodh në këtë periudhë. Në këtë kohë që ne flasim tani është periudha e shirave të rrëmbyeshëm që vjen gjatë kësaj periudhe. Dhe për këtë mënyrë ne në bazë të planit të masave jemi përgatitur që çdo lloj situate të ndodhet shërbimi i zjarfikës është i përgatitur që të ndryjë me mjetet, me forcat dhe pajisjet e duhura. Sidomos primare është shpëtimi i jetës së njeriut, pastaj pronës dhe gjesë gjallë. Gjatë këtyre 2 ditëve ka patur kryesisht rënje pemesh dhe jo situata problematike, ndërsa do të vijojë të jetë vëmendje maksimale nëse do të ketë rreshje që mund të cilin edhe përmbytje në qytet. Ne kemi ndërhyrë her pas here në rrëzimin e disa peme që vjen në bllokimin e rrugëve, por në shqetësim më tepër ka qenë ndërhyrja nëpër banesa dhe në përmjetet që marrin flak. Kapaj thekson si gjatë kësaj periudheve situatës nga pemë të rënë apo rreshje të mbeten edhe zjarret në banesa, kryesisht të shkaktuara nga moshat e treta, që në shumë raste i kryen edhe nga pakujdesia. Konkretisht më të shpeshta janë zjarret nëpër banesa, nëpër mjete, nëpër ashensor, nëpër biznese të ndryshme, si periudhë që koincidon me situatën që ne ndërhyjmë. Sidomos nëpër banesat, nga pakujdesia e personave apo banorëve të këtyre banesave dhe e cilësoj pakujdesia e të moshuarve, më të mundur ndezjen e disa zjarreve brenda banesë ose lëndje e ndezur e pajisjeve elektrike në mënyrë që bëhet shkak pasaj për marrjen flak të banesës. Këto janë më të shpeshta dhe pasaj një shqetësim tjetër ose një ndërhyrje që ka bërë shërbimi i zjarfikës është për të moshuarit që janë të vetmuar në banesa dhe këta nga pamundësia për të ngritur u mbyllet dera dhe dashur shërbimi i zjarfikës për ndërhyrë për të hapur dyerën dhe për të dhënë ndihmën e momentit apo për të ardhur urgjenca mjekësore për të çuar në mjekim të përhershëm. Dhe me këtë rast bëj një thirrje të kem kujdes, kushdo ka kujdestarinja të moshuarit ose ka të afrit të moshuar, të mos i lënë vetëm pa mbikëqyrje, sepse mosha bën të vetëm përdorimi i medikamenteve apo thjesht nga mosha bën harresë dhe bën shkak pasaj për incidente të ndryshme. Situata në Vlorë mbetet ende në gjendje të një situate problematike, të paktën deri ditën e njëjtë me mot të përkeqësuar, ndërsa edhe për këtë shkak edhe shërbimi i zjarfikës është në gatishmëri të plotë. Do ditë që situata mendohet që do ketë dhe rreshje të dendura, shërbimi i zjarfikës ka mjetet e dhura, ka pajisjet, ka dhe personelin dhe mendohet që në rast se do ketë përmbytje ne të ndërhyjmë për shpëtimin e jetës dhe të pronës në këto situata të ndryshme.